Me 238 vota, Brunilda Leboviti është presidentja e re e urdhrit të psikologut, një organ i krijuar me ligj në vitin 2017, pjesët e cilit janë 1600 psikolog në rang vendi. Këto ishin zgjedhjet e dyta në këtë urdhër, pasi ky proces u zhvillua edhe në vitin 2024, por pa sukses. Që prej themelimit të këtij urdhri e deri më sot, presidentja dhe personazhi kryesor që e ka drejtuar urdhrin është Valbona Treska, një psikologe e njohur, e cila ka bërë të mundur që urdhri në këto vite të sigurojë edhe akreditime ndërkombëtare të një rëndësie të veçantë. Por, për te i mantelit të arritjeve, drejtimi i urdhrit nga Treska është përballur me kundërshtime dhe denoncime të shumta që lidhen me mënyrën se si është drejtuar urdhri prej saj. Të 1600 anëtarët që janë pjesë e urdhrit janë të lirë të marrin pjesë në trajnimet që organizon urdhri, që më pas të kenë mundësi të punësohen pranë institucioneve përkatëse, ku një pjesë e rëndësishme e interesimit të vetë psikologëve është brenda sistemit të drejtësisë. Vlerat e trajnimeve pranë urdhrit nisin nga 35.000 lekë e deri në 150.000 lekë të reja. Por pikërisht këtu ka nisur edhe debati. Brenda urdhrit ka dy kampe që veprojnë aktualisht. Një që është grupi i themelueses Valbona Treska dhe grupi kundërshtar që e akuzon për praktika të padrejta, për uzurpim të urdhrit, emërime në punë jashtë çdo kriteri dhe për mos transparencë të parave që urdhri i psikologut mbledh çdo vit nga trajnimet apo nga institucionet përmes projekteve që ky urdhër merr. Po çfarë ndodhi në 5 qershor? Zëri ka siguruar edhe një moment të papublikuar më parë në asnjë media, ku kuptohet përplasja mes psikologëve dhe këshillit drejtues dhe grupit të Treskës. Jam dalë qërë të vdarë, unë ju paguj, mbroni interesat tona. Ju do të mbroni interesat e mia personale. Nuk jam për shaka. Ju nga ka të ditë që ne kemi të kënaqësi, sepse asnjëherë nuk të qua zëri jonë. Na keni hedhur në rrugë, po shqyrë që ka gjukata që na ka dhënë drejtën. Ju jeni ajtut, ju aty jeni ajtut. Këto janë disa nga akuzat e psikologëve, të cilët janë të indinjuar nga pagesat për trajnime, ndërkohë që përzgjedhja bëhet sërish selektive dhe janë të tjerë psikologë ata që dërgohen nëpër institucione e sidomos në sistemin e drejtësisë. Votimi u zhvillua edhe në praninë e përfaqësuesve të ministrive, të cilët ishin thjesht spektatorë në një proces të i cili janë vëzhgues. Atë ditë, tek asambleja, kemi parë çuditëra, mafje për një cop vendi pune. Psikologët e drejtësisë bëjnë namin, aty është leku, aty është fokusi. Në vitin 2017 u bë rregullorja që duhet të merret një licencë kushdo të punojë në këtë profil. Kuotat e larta dhe kreditet gjatë viteve, si duket kanë krijuar pakënaqësi. Në asamble mësuam se dhe shumë nga psikologët e famshëm që dalin në ekrane, minimalisht nuk kanë as licencë. Burimi shpjegon për zëri edhe një fenomen të dyshimt brenda urdhrit. Lufta për të qenë psikolog pranë institucioneve të drejtësisë, duke nisur që nga komisariatet e deri në gjykata dhe procese penale, ku janë psikologët që kanë një rol të rëndësishëm në dënimin dhe trajtimin e qytetarëve në këto procese. Ndryshe nga perceptimi publik se psikologët janë ata që fokusin e kanë te fëmijët, në Shqipëri është e kundërta. Me pak fjalë, një zë i lartë që duhet të ishte për psikologun shkollor, pasi aty duhet të jetë fokusi tek fëmijët, se fëmijët janë e ardhmja. Këtu tek ne është e kundërta, fokusi tek drejtësia. Zëri kontaktoi me presidenten aktuale, zonjën Treska, e cila deklaron se derisa të shprehen organet përkatëse të urdhrit, ajo do të vazhdojë të jetë në detyrë. U bën zgjedhjet në datën 5. Nuk ka patur probleme procesi zgjedhor. Gjithçka shkoi mirë dhe nuk kishte kontestime. Zgjedhjet janë bërë, por deri më tani nuk janë certifikuar nga organet përkatëse. Nuk e di pse zonja Laboviti erdhi sot. Nuk mund të lëshohet zyra pa u certifikuar rezultati. E pyetur për vlefshmërinë e quorumit, Treska tha se nuk është në pozicionin e duhur për të dhënë një mendim të prerë, por tha se regjistri i anëtarësisë është publik dhe janë 1480 anëtar. Regjistri është publik. Nuk më takon mua të them nëse zgjedhjet kishin ose jo quorumin e nevojshëm, por anëtarësia ka 1480 anëtar. Tani zgjedhjet u bën, ishin të rregullta, se nuk vinë njerëzit, nuk është faji Treskës. Asaj që burimet e zërit theksojnë se lufta për pagesat e trajnimeve ka në thelb luftën për sistemin e psikologëve në sistemin penal, e përforcon edhe një deklaratë e psikologes Denata Toçe. Toçe thotë se thelbi i problemit është paraja. Toçe thotë se lista e anëtarësisë nuk rezulton askund, ndërkohë që trajnimet, edhe pse gjykata është shprehur pro psikologëve, që këto trajnime të kryen edhe në vende të tjera me pagesa të tjera, urdhri nuk e zbaton si vendim, duke bërë që parat të mblidhen në një dorë, e cila as nuk
merr më mundimin për të bërë transparencë se ku shkojnë. Sapo kanë përfunduar zgjedhjet e urdhri psikologut, kemi 451 votues dhe ndër këto 238 janë për zonjën Laboviti dhe 140 janë për zonjën Elona Musafaraj. Nuk mund të deklarojmë dot as fitues të kandidatëve për antar këshilli dhe as fitues të presidentit, sepse ne kemi 451 pjesëmarrës që kanë votuar, të cilët nuk plotësojnë kurumin. Kurumi kërkon 742 vota. Zgjedhjet janë të pavlefshme. Problematika që ka ekzistuar që në krye të procesit zgjedhor, në fillim fare njëherë ti duhet të numërosh sa antar aktiv janë pjesëmarrës. Pra në thelb bazohet që ti duhet të numërosh antarët pjesëmarrës dhe kur nuk bëhet kurumi nuk e bën. Ti nuk e hap. Nuk pra e hap procesin. Po sipas të dhënave që na kanë ardhur, u tha nga vetë sekretarja e përgjithshme dhe ajo deklaroi që janë 1500 antar. Ajo është shumë e rëndësishme sepse rëndësia me të cilën ajo ka ardhur është rëndësi abuzimi. Ti e di shumë mirë që njerëzit për lekë për lavdi, se këtu është muhabeti. Mund bëhet fjalë për para. Njerëzit po hanë kokat për para. Po këtu kjo është mafje më e sofistikuar. Se ke të bësh këtu me njerëz që janë të shkolluar. Në vend që trajnimet e psikologëve të mund të ofrohen nga institucione kompetente, e mori monopolizimin urdhri psikologut i cili afirmonte ato shoqata, organizata, një prej tyre është Esaja që e din të gjithë, marrin dhe drejtojnë trajnime në mënyrë të monopolizuar. Dhe kjo gjë është fituar në gjykat që ta bëjnë dhe institucione tjera, ASSK-ja, dhe nuk është vënë ende në zbatim. Që kjo është ta bësh psikologun vërtet të pamend. Para shkojnë tek urdhri i psikologut dhe tek specialistët të cilët orientojnë trajnimet. Çfarë do të ndodh tani? Ajo që është e qartë është se përplasja nuk mbaron me 5 qershorin. Në fakt, ajo sapo ka hyrë në një fazë të re, ku besueshmëria e një institucioni që duhet të garantonte etikën dhe shëndetin mendor të shoqërisë ka rënë pre e interesave meskine. Grupi i Valbona Treskës refuzon të njohë rezultatin, duke argumentuar se procesi nuk ka quorumin e nevojshëm, ndërkohë që grupi i Brunilda Labovitit pret të marrë zyrtarisht drejtimin, duke e konsideruar votimin legjitim dhe duke u përgatitur për të ushtruar autoritetin si presidente. Ta njoftoni se cila është pana tjetër. Ja, i njofton Zonja, që është presidentja e Nëse është mundur ti të marrë kontakt me Kush është e derën është me pritur brenda? Po nuk futet dot, policia e shtetit. Okej, tash mund të vazhdojmë? Po. Ose tash kjo gjë është, hajde futu brenda. A erdhën deri këtu? Futu brenda. Po erdhëm deri këtu, nuk mund të futemi brenda. Pse jo? Hajde të mirëpresun, hajde. Hajde fut të dy. Tani, jo, që zonja mund t'ju shpjegoj. Ne do të thjesht një emër mbi emër dhe një kontakt tuaj. Sonja më shpjegoi pretendimët e veta dhe orientuan që për pretendimet e veta duhet të kalojnë në komisariat. Shumë mirë. Edhe jo, nëse kemi pretendime. Por në thelb, problemi nuk është vetëm tek zgjedhjet. Ato nuk e ndryshojnë dot akuzën se trajnimet e psikologëve janë në monopol, apo se qasja në sistemin penal është preferenciale dhe e diktuar nga rregullat e caktuara nga kupola e urdhrit. Ajo që po ndodh është një luftë për pushtet, e mbuluar por e zhveshur nga çdo standard etik që vetë psikologët duhej të mishëronin. Nëse situata vazhdon kështu, rreziku është që të gjitha licencat dhe trajnimet e psikologëve shqiptar të shihen me pikpyetje. A mund të jetë normaliteti i ri ky që qytetarët kërkojnë ndihmë psikologjike në një sistem që ka vetë nevojë për terapi?